Pa ata njoni që pa tjetu në Bagdad kishte nevoj shumë për kur kujtë se ashtë ke dorën. 3 ditë me radhas kërkon të punë së në gjendë, shkon të në shpi, fëmi qajshin, unë, dhe një natë prej natëve kur jënë ngoshton rrugat, dol me një gjami të Bagdadit, me një lagje, tha ja Arab, o Zot, o tërpërnasha me të lip ty, mirë po fëmi që janë që se po bojnë sabër. Dhe Allahu ja qonë një melek njerit, një pasanikin në shtratë, o filan, qu? A i qotë, audhu billahi minash shaitanir rajim. Pen që të rinjë kra. Verë për atë, grito! Qotë, audhu billahi minash shaitanir rajim. Shka puna? Të të nërë dhe në meleku, ngrito, o filan! O ti barkon që e ke mbush, pejgamberi Allahut ka thonë, s'ka besu njoni i cili e mbush barkin e vetë, a kojshia vetë, është i uritur dhe nuk e zë gjumi. Nuk ka besu në mund, a i cili e ka zonë gjumi i ngopur, a fqinja vetë i uritur. Tha ka është një filon, është njoni që ka nevoj për ti o filan. Tha ku qkoj, tha hipi devës, deva qanë. Dhe ki i merë 100 dinar me veti, hip devës, devën sokakëm sokak, sokakëm sokak, deri sa arrit të kjo gjami e vogël, ullet devët e pragu i derës e gjamis, e qel derën mesin e notës e shef një varfër po i lip Allahut, Allah pa i shlu duar, Allahu azdo a gjel ja plotson kërkesën e ti. Hinë mrejna, thot o filan, shka ki lip në këtë kohë, thot kështu dhe kështu, thot bojnë që to 100 dinar, meri ushqej familjen. I bjen Allahu në sesh dhe falemderon që Allahu aso a gjele ka furnizu. Ekipi thot këshire filan, thot unë jam filan pasaniki, e kam adrezën, banoj filan adrezën. Tha e pasha i si në gemenën, a e kuptove? Tha jo s'kam nevoj. Tha pendisës s'ke nevoj tash, po ku të kishe nevoj, kam dëshirë të vesh të dera jeme trokic lirisht, si me të pas vëllavin tem. Tha jo s'kam nevoj. Pendisës s'ke nevoj, po ku të kishe nevoj? Tha jo s'kam nevoj. O filan, tha ti po s'me pas nevoj. Tha ti tash as pa të nevoj. Tha pse a mu s'terë dhe të dera me të therë? Kush therë? Apo mirë dhe s'më therë? Amo, shka amo? Tha unë e ka mësu një adres. Tha aj që t'ka thirë para në herë, thirë dhe ditë në herë. Aj që ta din adresën tone. Tha aj e din ma mirë kanë me therë, ja ti dhe ja dhe nja ma të mirë se ti ma be për zditjerë. Jo, mëre, tha se kam dërmen me mush kokën teme me adresa, unë një adrese kam kuptu, adresa Allahut, ja e juhan nas, antumul fukara u ilallah, wallahu hua l'ganiu l'hamid, o ju njerës, jo janë të nevojshëm për Allahun tuaj, jo janë të varfër për Allahun, Allahu është pasanik i falemderuar, i cili ndëgjon lutjet tuaja. Allahu, 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 Allah, Allahu.